Sot kam vendosur të bëj salcë. Dola herët në treg dhe më në fund gjeta domate për salcë. Nisim nga përgatitja, pasi kemi pastruar domatet, e kemi hequr atë pjesën e fundit saj, i kemi prerë në 2 pjesë të barabarta, pa krip pa ujë dhe i kemi hedhur direkt në tenxhere në temperaturë për të marrë valën e parë. I kemi zier më vonë me 1 gotë ujë derisa zierja është bërë plotësisht dhe është hequr pjesa e lëkurës nga tuli. Pasi kemi zier mirë, në momenti që kemi konstatuar që ajo është zier plotësisht, i kemi rrëfulluar. Kemi marrë një mikser dore dhe i kemi bërë krem. Shohim që uji është i bollshëm dhe vendosim përsëri në zjarr në mënyrë që të thahet komplet pjesa e mbetur e ujit dhe të dalë fiks ajo kremozja pasta. I kemi vendosur në zjarr të lehtë dhe ja, ky është përfundimi. Ky është përfundimi pa asnjë pikë uji. Siç është në këtë mënyrë, në këtë lloj kremi, në këtë lloj paste, e shpërndajmë nëpër kavanoza dhe sipër i hedhim vaj ulliri apo vaj gjelle. Kjo bëhet në mënyrë që mos të zëri myk vazoja dhe salca gjatë kohës së gjatë. Unë i mbaj në frigorifer, me thënë drejtën kam pas bërë shumë kohë më përpara dhe ju riktheva prapë thash hajde, ti kem edhe unë 2 vazo me salcë mate të bëra vetë në shtëpi. Ajo që më pëlqen më shumë është pjesa e estetikës. Vazot pa as edhe një lloj etiketi, por të lara dhe pa asnjë lloj grimi etiketi. Nuk e di këtë e kam fiksim.